Magjit me sende të vdekurve dhe magjit në varre janë më të rrezikshme. Shkojnë deri aty sa marrin jetë njerëzish. Ka shumë mënyra se si bëhen. Arsyet pastaj janë nga më të ndryshme. Përfundimi është i njëjtë, të shkatërrojnë jetën e njerëzve deri në vdekje. Kam patur njerëz që në shtëpitë e tyre nuk ndalonin vdekjet e fatkeqësitë dhe kjo ka ardhur pas jobori shtëpisë për ata që kanë shtëpi private ose hyrja derës për ata që jetojnë në pallat, spërkatet me ujë nga varri i personave të vdekur. Kjo bëhet me qëllim që në shtëpitë ku bëhet magjia të ketë sa më shumë vdekje. I vdekuri të tërheqë të gjallët. Përveç ujit dhe baltës nga varri ka dhe shumë rite të tjera. Gratë shkojnë në varre dhe bëjnë rituale prej magjistarësh për ta lëshuar magjin kundër personave që duan. Këto kanë dalë edhe në lajme, i keni parë ato raste në Durrës? Nuk ka më përralla aty, janë të vërteta. Mua më kanë ndodhur disa raste, një prej tyre në varret e Kavajës. Burri i shtëpisë erdhi tek unë mik pas miku. Ishte shqetësuar kur kishte parë në internet për rastet e varreve që vendoseshin gjilpëra. Tek varri vëllait të tij kishte parë edhe ai gjilpëra, por nuk i kishte rënë në mend se mund të ishte diçka shqetësuese deri kur shpërthyen lajmet. Erdhi tek unë dhe më tregoi historinë e tij, histori tragjike. Vet ishte i martuar, kishte 2 fëmijë, ishin 3 vëllezër dhe 2 motra, 5 fëmijë. Një prej vëllezërve kishte vdekur nga një aksident tragjik në lule të rinisë. Vëllai tjetër ishte i martuar gjithashtu, por nuk kishte fëmijë. Kishin tentuar disa herë, por nusja dështonte. 2 motrat të martuara dhe ato me burrat e fëmijët në shtëpitë e tyre. Prindërit jo kishin vdekur njëri pas tjetrit brenda pak muajve. Ishin mirë e bukur, asnjë sëmundje, asnjë gjë. Mamaja kishte vdekur në gjumë, babai duke punuar në kopsht e kishin gjetur të vdekur. Shtëpia kishte mbetur këtij që erdhi tek unë, se ky i kishte mbajtur prindërit. Një ditë kur kishin shkuar tek varri vëllait, kishin gjetur 4 gjilpëra të vendosura tek koka e varrit. Nuk kishin gjilpëra të zakonshme. Më tregoi foton e kuptova më njëherë çfarë kishte aty. Ishin 4 gjilpëra të masive të ndryshme. Njëra ishte me kokë të madhe me një spango të bërë nyje, tjetra ishte më e vogël dhe ishte e djegur, ndërsa 2 të tjera të vogla fare. Mesazhi ishte i qartë. Gjilpërat ishin 4 anëtarë të familjes. Gjilpëra më e madhe ishte burri i shtëpisë. Pastaj gruaja e mandej, më të voglat ishin fëmijët e tyre. Më e tmerrshmja që dridhem edhe sot kur e kujtoj ishte se gjilpërat e vogla kishin marrë një tkurrje, ishin si gjysmë harku. Kjo tregonte se magjia mbi fëmijët ishte aq e fortë sa në fillim kishin vepruar mbi gjilpër.